Dua të ndalem pak tani tek një denoncim që juve e keni patur në qendër të vëmendjes, siç është Porto Romano në Durrës, por edhe porti i Limionit në Sarandë. Çfarë janë këto dy afera dhe kush po përfiton këtu? Këtu nuk kemi të bëjmë me dy afera, këtu kemi të bëjmë me disa afera. Nuk është vetëm Porto Palermo apo Limioni. Këtu kemi pasuri kombëtare pafund që po shkojnë në një emër, që në rasti konkret kemi të bëjmë me zotin Kastrati, i cili i ka përfituar këto vlera monetare, fonde monetare, ka përmbytur qytetin e Durrës dhe shumë të tjera të cilat është bërë Shqipëria, siç tha dhe zoti Kurti, nuk kemi më tha në Republikën e Kastriotit, por në Republikën e Kastratit. Ai e paralajmëroi para 6 vitesh, ndërkohë është e vërtetë ajo që ai paralajmëroi që këtu jemi në Republikën e Kastratit. Kastrati portin, Kastrati rrugën e Kombit, Kastrati aeroportin. Pra, gjithandej ne kemi një dëm shumë të madh të krijuar nga kjo kompani. A mundet, edhe pse nuk flet njeri se çfarë ndodh me aeroportin e Kukësit? Askush nuk flet. Aty është një kasapan me mjedisore, se përveç se nuk funksionoi as i ditë ky aeroport, tashmë kemi panele diellore të cilat kanë mbuluar komplet pistën e aeroportit. As i media nuk flet. Jeni vetëm ju që keni ngritur si problematika të ndryshme, por këtë rast askush se ka denoncuar. Dhe e shoh që kjo kompani bashkë me kompaninë tjetër të zotit Dulaku janë përgjegjëse kryesore në marrjen e pronës së Limionit në Sarandë. Gjë që Prokuria e Posaçme është në vend numëro, pavarësisht ka bërë një veprim pozitiv që ka sekuestruar këtë pasuri, por përveç pasurisë së marinës, aty ishte dhënë me këtë VKM ishin dhënë edhe pasuri të tjera publike, të cilat ato janë tashmë në fazë zhvillimi. Kanë arritur deri aty sa zoti Kastrati ka marrë në pronësi dhe po zhvendos dhe varrezat e qytetit Sarandës. Ashtu, deri në këtë pikë kemi arritur? Deri në këtë pikë që të zhvendosen varrezat. Mendoj që kjo është shumë e rëndë dhe ne nuk duhet të heshtim. Nuk duhet të ndalojmë përpara veprimeve kaq të rënda, sepse ne shqiptarët paktin, po në çdo vend të botës duhet kemi respekt dhe në kodin penal vlerësohet dhe dinjiteti i kufomës, ai respekti i kufomës që ka ndruar jetë. Dhe jo më ti marrim ti shpërngulim edhe atje që është banesa fundit duhet të lëvizim sepse dikush do ndërtoj. Një oligark do ndërtoj, një miku i kryeministit do ndërtoj, një grup kriminal do ndërtoj. Këtu kanë arritur në këtë pikë. Mund të dilni, të investigoni dhe të pyesni qytetarët e Sarandës, a është e vërtetë apo jo? Po s'po dim këtë investigojmë përpara, se s'po dim ku shkojmë përpara, ka vetëm mori skandalesh. Ka skandale ka vendi jonë dhe Shqipëria. Tani, nëse do t'ju vendosja, do t'ju hiqja për një moment nga stofi i avokatit ose veladoni i avokatit dhe t'ju vishja veladoni në një prokurori. Në rastin e skandalit në fjalë, pra për tjetërsimin e pronave të ushtrisë, këtë do vendosnit në akuzë dhe me çfarë akuze? Padyshim, unë t'isha në vend të një prokurorit posaçëm, padyshim që të parën do vendosja kryeministrin e Shqipërisë. Për arsye sepse është personi i vetëm që po tjetërson të gjithë pasurinë publike në dorë të oligarkëve. E them, a mundet që ne të kemi promovuar një aeroport, vajti mori kryeministrin në Londër disa nga Kukësi, disa qytetar, i solli në Kukës, edhe është i vetmi udhëtim që ka kryer aeroport. Dhe a mundet të themi ne që këtu kemi shpërdorim fondesh? Kush i mori këto fonde? Pse u zhvillua kur nuk kishte kushte teknike? Dhe kush është përgjegjës? Nuk është se kemi një investim të vogël në këtë vend. Janë mbi 50 milionë euro të investuara në aeroportin e Kukësit. Kush duhet mbaj përgjegjësi? Ai promovoi kryeministri, mori nga Londra për këtë, pra është ai përgjegjësi të gjitha tyre aferave korruptive që ndodhin në Shqipëri. Dhe më pas biznesmenët, sepse biznesmenët me vërtet kanë përfituar, por ata kanë gjetur një kryeministër i cili shpërdoron fondet publike dhe me të drejtë ndoshta edhe do përfitojnë, po problemi qëndron, ai që garantuesi këtyre fondeve ja u lë të tjerëve, ja lë Belindës që ka ngrënë dardha sipas mendimit të tij, ja lë që ka ngrënë Arben Ahmetaj dardha mbas shpinës së tij, vetëm ky nuk marr ka vesh. Po çfarë thot ligji Denis?
Nëse ne do t'i referohemi ligjit për mënyrën si organizohet Këshilli i Ministrave, është përcaktuar që në vitin 2003. Pra ligji, do mos gaboj, 9 të vitit 2003, Neni 3 e përcakton në mënyrë të qartë që kryeministri në moment që shikon një procedurë që ka problematika, ka detyrimi ligjor ta parandalojë, prandaj është një funksion kontrollues. Duhet ta pezullohet dhe ta parandalojë këtë fond, dhe nuk mund pretendohet që kush ha darkën mbas shpinës time, sepse nëse një ministri përkatëse propozon një projekt dhe nga ky projekt do jetë një investim i caktuar, është Këshilli i Ministrave i që vendos, sepse Këshilli i Ministrave për çfarë është? Është që të kontrollojë komplet procedurën e kësaj ministrie. Dhe si mund pretendohet që një ministër ka kryer një aferë korruptive dhe nuk që nga ai që është kryesori? Dhe kush e organizon këtë? Kryeministri. Të mos harrojmë që edhe për Akshin, kryeministri tha është krenaria e shtetit shqiptar, tha Akshi. A mund të flasë një kryeministër kështu? Do të thotë që ai është vetë mbas gjithë situatës. Është vetë ai që duhet të vihet përpara përgjegjësisë. Në të kundërt, ne do jemi me shekuj borxh në këto bankat që na japin kredi. Unë tisha në prokuror me atë domen, nuk ka arritur asgjë Dumani. Për mendimin tim, zoti Dumani ka dështuar në funksionin e saj dhe ekzistenca e Spakut varet vetëm nga mënyra se si do funksionojë me kryeministrin. E kuptoj. Pra ju mendoni që mjafton edhe kryeministri dhe pjesa tjetër në një farë mënyrë edhe amnistohet, se po mos ishte kryeministri, pra Kastrati e gjithë të tjerët janë si me farë të pafajshëm. Jo se duhet të jenë të pafajshëm, ai është durimi fundor i dërgimit të ardhurave. Ata duhet të hetohen, sepse edhe kryeministri nuk është se ja dha atyre se i dha naiviteti. Pra aty duhet të hetohet më gjërë. Kush është arsye që kryeministri ka dhënë këto të ardhura Kastratit për shembull? A ka interesa kryeministrit tek Kastrati? Kjo duhet të hetohet. Se nëse kanë lidhje, atëherë jemi përpara pasimit të produktit veprës penale. Dhe unë dyshoj që kompanitë më të mëdha në Shqipëri kanë lidhje drejt për drejt me kryeministrin. Do shikojmë perlat e Blum Salillari se çfarë do nxjerrin telefonat e tij, që është i pari që po shkon drejt qeverisë. Pra, ka dhe shumë të tjera të cilat ne mendojmë të arrijmë në një konkluzion që kjo piramidë kriminale dhe korruptive duhet të marrin fund. Mund të përdoren grupet kriminale Denis në vende të tjera deri në pikë të caktuar, por nuk duhen lejuar kurse si grupet kriminale të jenë pjesë e vendimarrjeve siç janë në vendin tonë. Kemi në çdo qytet, në çdo vend, kemi grupe kriminale që kontrollojnë zgjedhjet, grupe kriminale që vendosin deputet, kryeministra, mos harrojmë Çyrbia. Zoti Çyrbia, si u zgjot i treti, pra ndikuan grupet kriminale te kryeministri, pra morën një vendim ata, pavarësisht vendimi pa shkruar, dhe vendosën deputet të tretin listë të sigurt. Dhe në këmbim merrin interesat e tyre, pra nëse një grup kriminal vendos, atëherë ai vendos për interesat vet, jo për interesat e kombit shqiptar. E kuptoj. Ishte avokat Arben Langozi.